Një udhëtim i veçantë në historinë dhe identitetin shqiptar vjen përmes një ekspozite fotografike Shqipëria 1921 Eugen Pitard, që u qel për publikun e Kinema Republika në Shkodër. Ekspozita sillet për herë të parë imazhe të realizuara nga akademiku i njohur zviceran gjatë vizitës së tij në Shqipëri në vitin 1921. Shkodra ishte qyteti i parë që vizitoi. Fotografitë e ekspozuara pasojnë jetën e përditshme, portrete njerëzore dhe realitetin social të asaj kohe, duke u shndërruar një dëshmi të gjallë historike. The photographs that you will see in this exhibition are over 100 years old. Fotografitë që do të shihni në këtë ekspozit janë mbi 100 vjeçare. Megjithse, ato do na duken jashtëzakonisht të afërta. Të bëra në vitin 1921 dhe më vonë në vitin 1924, ata ofrojnë një pamje të rrallë dhe intime të Shqipërisë, në një moment të brisht, por nga ana tjetër vendimtar në historinë e saj. Megjithatë, këto imazhe janë më shumë dhe më tepër se sa dokumente historike. Ato shprehin dashurinë e Eugen Pitard për këtë vend dhe një interes të fillt që ai kishte për popullin e tij. Ishte veçantë lezohet që Pitard e nisi udhëtimin e tij në Shkodër dhe që pasaj dite krijoi një dashuri të madhe për Shqipërinë që u kthye për vite me radhë. Kështu besoj se është me shumë interes që këto ditë ne kemi mundësi të shikojmë udhëtimin e tij përmes fotografisë dhe të kuptojmë më së miri që nëpërmjet fotografisë dhe krijimtarisë mund të lihen shumë mirë dy shtete mes që është rasti i Shqipërisë mes Vrisës. Është e rëndësishme Shkodra për këtë ekspozitë, jo vetëm sepse ashtu siç u përmend më përpara, Shkodra ka qenë vendi i parë ku Pitard ka shkelur në 1110-ën, vendi nga ku ai ran dashuri, një diçka fantastike është që ai në momentin që vjen në Shkodër dhe deri në momentin kur i kthehet në 1121-shin, ai pothuajse ka bërë gjithçka për Shqipërinë sa nuk ka bërë asnjë shqiptar në ato vite. Pra, do kishte mjaftuar kontributi i tij deri në atë moment, deri në 1121-shin, që ne t'i dedikonim edhe shumë më tepër se sa kjo ekspozitë. Por pastaj nis gjë interesante për mua si kurator, pra nis udhëtimi i tij në të gjithë Shqipërinë dhe me të shoqen. Dhe kjo merr rëndësi të veçantë për Shkodrën, jo vetëm nga simbolika që nisesh nga një qytet si Shkodra për të zbritur poshtë, për të zbuluar Shqipërinë, por edhe nga rëndësia që ka fotografia për Shkodrën. Tani mos ta fshehim, Shkodra është qyteti i fotografisë, është qyteti i Marrubit, është qyteti i arkivit, pra ashtu si ne e njohim, është qyteti ku fotografia në të vërtetë ka lindur. Ekspozita do qëndrojë e hapur për publikun në sheshin parabashkisë së Shkodrës, duke ofruar një mundësi unike për të njohur Shqipërinë në fillim shekullit 20 përmes objektivit të një prej studiuesve më të njohur evropian.